LSDM akuzon qeverinë si të paaft që nuk din të organizojnë as masën më të thjeshtë për vauçerët për pajisje elektronike për studentët e ciklit të parë të studimeve. Partia opozitare shton se së pari u dhan vauçer studentëve të rinj, pastaj u anuluan, ku i ftuan të rinjët të aplikonin, u dërguan konfirmime, madje u alejuan edhe të tërheqin pajisje, që më pas t'u vi një email se vauçeri nuk vlejti. Qeveria krijoi një situatë në të cilën për të rinjtë është e panjohur se çfarë do të ndodhë me studentët që tashmë kanë marrë pajisjen me vauçerin e miratuar. Kush do të marrë tani përgjegjësinë për këtë kaos dhe këtë mashtrim? Askush nuk ka përfitim nga kjo qeveri. Nuk mund të jenë të rinjtë në mëshëni dëm kolateral i paaftësisë së DPMN-s. LSDM tha se të rinjët meritojnë një shtet që funksionon, jo një shtet që shpërbëhet nga një masë vetme me një faqe interneti. Ndërkaq, Ministria e Arsimit dhe Shkencës, Vesna Janevska, sot u përgjigj në pyetjet për rastet kur studentët i shesin vauçerët për blerjen e pajisjeve elektronike në vend që t'i përdorin për qëllimin e caktuar, ku Janevska theksoi se projekti është një e drejtë e premtuar dhe e realizuar për studentët, por se ministria nuk mund të merret me vendimet e tyre individuale. Ka studentë zgjuar që në mënyra të ndryshme përpiqen disi ta lehtësojnë jetën e tyre. Ne nuk mund të merremi me këtë. Mbetet në ndërgjegjen dhe vetdijen e tyre të vendosin se çfarë do të bëjnë me vauçerët. Janevska kujtoi se 55.000 studentë do të marrin nga 15.300 denar për blerjen e pajisjeve elektronike. Thirrja është publikuar në portalin uslugi.gov.mk dhe aplikimi zgjat më së voni deri më 20 dhjetor 2025. Ministria i ftoi studentët të aplikojnë dhe ta realizojnë të drejtën e tyre.